Po. Tavani me virima, me vrima. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Fol Shqip. Prandaj mos më lini vet. Folni çka të doni tha? Ama veç për ata mos folni diçka e tillë që është teksti. Keni menaxhu një kongë më vonë që ka qenë hit dikur, vazhdon të jetë hit dhe vazhdon të jetë pavdekshme e kënduar nga një këngëtare, le që është e mirë, por zojnë mbi gjitha, edhe një këngëtar që ka qenë në skenë prej shumë viteve, është në skenë, vazhdon të jetë në skenë gjithmonë me repertorin dhe zërin e saj të mrekullueshëm. Mos u largoni të ta keni pastaj në Fol Shqip Show. Marash mirëmbrëma si je? Altin mirëmbrëma, mirë ti. Lodhe. Lodhe sa dush këtë javë, tu la, tu shpërla, do ene, do kuzhina, do sene, do gjana, tu fshi shtëpinë, tu pegllot, do kmisha, do tesha. Bravo. Tu ndru do pamperza, do sene. Mirë, sa shkon kesh këtë javë. Në përgjithësi, mirë po, ka dha më mirë. Ka dha më mirë, u lodhe. Shtoj ka jeta, mirë, u lodhe ka pak ti. Bukur shumë. Marash, sonte do kemi dy personazhe ekskluziv, për herë të parë në Fol Shqip Show. Njëri personazh është i çuditshëm. Kur thamë çuditshëm, domethënë diçka ndryshe një herë. Diçka jo shumë ndryshe gjigant, se në shqiptarët ku dush mundesh me na gjet. Çka dush dim me bë. Për çka dush na ke. E kështu që sonte e kemi një shqiptar që do befasoheni se çfarë shpikje apo ideje ka për ta sjellur në Fol Shqip Show. Dhe çfarë kërkese ka për donator pastaj që të realizoj shpikjen e tij që ka sjellur sonte në Fol Shqip Show ekskluzivisht. Ka më dal interesant. Shumë interesant besoj. Përndryshe kemi këngëtaren e madhe tash po bëjmë me emër. Muina më thon. Miranda Ashani, e cila për mua është një kënaqësi shumë e madhe që sonte e kam në Fol Shqip Show për një intervistë për herë të parë në Fol Shqip Show. Nuk e kam ditë pasha nanën që po jetoj ka në Lora ashtu në Gjermani, se ta kisha ditë. Kur një jetë temë se kisha lanë, pa e shku të shtëpia me thonë, qo Mirand, hes të emisioni, po ku e kam ditën o vlla? Kam mendu që poshtë. Mirë po, do kemi diçka interesante të bukur. Derisa të vinë të mysafirtan, me Marash Loçken, po i falenderojmë pak sponsorët tanë. Vielen Dank Komplexi Anesi, Luxusvillen im Grünen. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank. Vielen Dank për një vielen Dank dhe kam përbërgjë më thonë gjithë shqiptarëve të Ana Moravës që në Kompleks Anesi gjeni shtëpinë, villën tuaj të mrekullueshme me 700-800 metër tokë, me pishinë për verë, për dimër, me bazen dhe më thonë edhe me pomë termike që mund të lajeni e ta shijoni edhe dimrit. Përndryshe janë 270 metër katror villë dhe i merrni me çmim të mirë të arsyeshëm dhe realisht të gjithë blerësit janë njerëz të mirë, njerëz me vlera, keni pra pa merak mund të bleni se komshit i keni të mirë. Ja ku keni vizitkartën mos thuni që s'ju kam thonë kontaktin e telefonit. Vielen Dank Dentfix, Ihr Traumlächeln in besten Händen. Modernste Technik, höchste Hygienestandards und persönliche Betreuung durch Dr. Fehim Haliti. Von Vorsorge bis ästhetische Zahnmedizin, Dentfix sorgt für Ihr gesundes, strahlendes Lächeln. Vielen Dank. Dr. King Fehim Haliti, Dentfix tashmë një gjithë bota. Sjell buzëqeshjen më të mirë se askund tjetër, kështu që vazhdoni të jeni pjesë e Dentfix për të rregulluar buzëqeshjen, dhëmbët tuaj me të gjitha llojet e shërbimeve që mund t'i gjeni, s'keni nevojë me shkuna si vend tjetër, me kirurgji, me mbjellje, me venersa, pa venersa, me pastrim, me zbardhim, me të gjitha i gjeni në shtëpinë e madhe të Dentfix në Prishtinë. Faleminderit. Herzlichen Dank Care & Hair Fix. Mit modernsten Methoden bietet Care & Hair Fix natürliche Haarwiederherstellung auf höchstem Niveau. Jede Behandlung wird individuell geplant für eine einzigartige Haarlinie, volles Haar und neues Selbstbewusstsein. Vielen Dank. Tash për gjithë ata që nuk e dinë, ne si Fol Shqip Show kena mundësi me rrit një biznes me bë shumë të madh, po kena mundësi me lëshu në 2 gojë një biznes. Në këtë rast po duhet ju tregoj të gjithë shqiptarëve të diasporës që për transplantin e flokëve, mbjelljen e flokëve, dëgjoni dhe shikoni me kujdes, e keni Care & Hair, me teknologjinë më të fundit që e posedon Care & Hair. Vetëm një makineri që e kam, duket e mbjelljes e shkuljes çimës së Marash apo çfarë bojnë ato nuk e di se është gjysmë milioni valla kushton.
Diçka që Investimi i madh. se ka kërkosh, pa investu pra në teknologji inovative më të fundit, me mjekët më të mirë që janë në Istanbul, pra momentalisht lider edhe ja, bile, se sa po flas për këta, ja ku del këtu. Sa po flas për Care and Hair, na del edhe në shfaqjet e mbrapa. Lider, sa i përket mbjelljes flokut në Prishtinë, e keni Care and Hair. Ja ku e keni kontaktin, mund të futeni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Gjitha ne e gjeni Care and Hair, por mund të futeni edhe në website për të marrë adresën e saktë dhe kontaktin e saktë. Për ndryshe, familja Dent Fix, Care and Hair Fix janë në një objekt. Rregulloni buzëqeshjen edhe flokët tuaja. Faleminderit shumë, Care and Hair. Danke Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. O, bosat e Prishtina Tiketës, ma beni një aeroplan, dhe ta marrë një aeroplan patjetër të Prishtina Tiketës ta vendostu. Ti dekorim. Edhe ta pastaj ta bëjmë lëvizjen se si fluturon prej Cyriu, prej Bazeli edhe prej Gjeneve për Prishtinë. E kapjon këtu, pa turbulencë, pam Prishtinë këtu, edhe ana sjelltas nga ana tjetër, edhe rezervojmë edhe karrike në Ulsen, rezervojmë Ulsen me të njëjtin çmim, ku duam më ulën nëse do na vend para apo dytë apo tretë apo ku diun. Edhe kufera mujna me mush aeroplanin me të njëjtin çmim. Me Prishtina Tiket, mirë lirë, pa turbulenca. Faleminderit. Vazhdojmë pak me mësim. Prandaj mos me lini vet, mësus Marashi. Nxënës Altini. Unë jam nxënësi sot, okej. Hajde, unë jam nxënësi, ti je mësuesi sot. A jeni këtu? O, jam këtu mësues. Mirë. Po vazhdojmë. Po. E kemi do fjalë të huaja Okej. që përdoren shpesh. Mësues, më fal, fjalët e huaja që përdoren tek shqiptarët apo Tek shqiptarët, sidomos në media. në media përdoren? Okej, më lej mësues Marashi, mund të vazhdojmë orën e mësimit? E ne dojna mi zaventsu tash. Okej. A mundesh me lexu fjalën e parë? Fjala e parë i dashur mësues Marashi është elaboroj. Elaboroj. A është korrekt sipas teje nxënës? Elaboroj nuk e kam dëgjuar ndonjëherë kështu tek gjuha shqipe, përveç se disa gabime që i bojnë disa. Tingëllon gabim? Tingëllon gabim. Si mund të zëvendësojmë i dashur mësues? Me zhvilloj ose përpunoj. Pra, elaboroj hiqet domethënë mësues. Hiqet. Mos ta fjala përdorin huaj, më apo jo? Mos me përdor më. Okej, elaboroj zëvendësohet me mundësinë e mundshme për zëvendësim në gjuhën shqipe, zhvilloj apo përpunoj. Faleminderit mësues për kontributin. S'ka përse gjithmonë. Kam qef mi një mund nxënësve. Faleminderit. Fjala valide. Fjala huaj. Fjala valide mësues që ka huaj, se kam ditë. Kam menduar që është shqip mësues. Valide? Ha, Jo, është. nuk huaj. është shqip. Nuk është. Okej, si është valide? Duhet me zaventsu me fjalën e vlefshme. Hiqet valide pra. Hiqet. Mos ta përdorim asnjëherë në media dhe në Mos me përdor radio më, televizione, pra. ha? Sidomos jo në media. Jo në media, pra valide të bje poshtë, nuk është shprehje shqiptare, është e huaj. Korrekt. Zëvendësohet me e vlefshme me E shqip. vlefshme. Fjalën tjetër a mundesh me lexu? Akcent mësues, akcent nuk po. është shqip? Nuk është shqip. Pra nuk është shqip fjala akcent? Akcent jo. A disa shumë përdoret. Përdoret shumë, po. Okej, Është fjala mësues. huaj. Përdoret edhe në gjuhën gjermane, për shembull dihet. Po duhet me zaventsu sepse kemi një fjalë të mirë në gjuhën shqipe, që është Thanks. thanks, bravo. Sokoli luan me top. Kush luan me top mësues? Sokoli. Atëherë, akcent hiqet, që është e huaj. Pra, kishte një akcent i bukur, bla bla bla, domethënë, akcent hiqet për ju nxënësit e tjerë që jeni sikur unë. Zëvendësohet me thanks. Thanks. Kishte një thanks të bukur, jo akcent, një thanks të bukur. Fjala benefit. Benefit mësues, çfarë shprehje është kjo e huaj? Është e huaj. Përdoret edhe në anglishtën për shembull, benefit. Po duhet me zaventsu sepse kemi fjalën e gjuhën shqipe që përshtatet më mirë. Mundesh me lexu nxënës? Po tani benefit për mua si nxënës fillestar që jam përshtatet më shumë përfitim apo jo? Përfitim, çështu kisha thënë edhe unë. Përfitim, besoj edhe është më e duhura shqip. Përshtatet. Pra hiqet benefiti që është shprehje huaj dhe vazhdojmë me përfitim, pra përfitojmë. Okej. Edhe një fjalë anglisht, delete, Delete. Po. Është e kuptueshme që është anglisht kjo mësues. delete.
Veç që shtu kur se kum pa shkruane me D-I-L-I-T. Dilit. Po, është gabim. Është gabim me shkrume. Do më thënë, atje në thojza është që shkruhet anglisht, ajo është Po, korrekt. okej. Po. E me çfarë zëvendësor shqip kjo dilit? Me fshi apo jo? Me fshi. Fshi apo hiqe? Po. Apo heq. Interaktiv, mësues, Interaktiv. që ka shprehje huaj kjo interaktiv. 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 Nuk është shprehje shqiptare. Nuk është shqip. Po duhet me zavendësu me fjalën. Mu që unë ka me lezu. Për shumë. Ai fordje. Ja ka thonë sofa. Duhet me zëvendësu me fjalën, se unë e shoh prej këtu. Ndërveprues. Pra interaktiv vjen poshtë, nuk përdoret, ndërveprues është që vetë zëvendësohet me gjuhën shqipe. Mësues e kaloi klasën e parë unë ajo? Po, e kaloj. E kaloi. S'ka nevojë me të korruptu me nej parë, me nej sa ne këtë kaluan herë jo. diftese me. Këtë jo. Nashta në... Okej. Shumë bukur, faleminderit shumë. Faleminderit, Përveç Tim shakave Zanc. falenderojmë shumë autoritetin e media audiovisive në Shqipëri me zonën kryetare Armela Krasniqi, e cila kontribon shumë gjuhës shqipe për t'i zëvendësuar shprehjet e huaja me ato të mundshme në gjuhën më të bukur në botë, gjuhën shqip. Atëherë, prandaj mos më lini vetë. Ta ndrojmë pak atmosferë? Po. Gjigant, tash e shikon. Mos më mlon vetë jam të ftu Miranda Hashanin. Edhe jam shumë i sigurt që Miranda Hashani s'ka më na lën vetë, edhe që të kongën që s'jam duhet diton përveç prandaj mos me lini vetë që t'ingëllon që bukur, du me ma vazhdu Miranda këtu pasaj. A kapela gjigant, fol shqipshohu sonde është i Mirandës, edhe mësusja jonë është Miranda sonde. E ka me na mësu edhe me knu mu e ty sonde. A mundesh e dashur mësuese Miranda me na mësu me këndu sonde me Duar Turkiton, Big Up Jonas, Miranda Hashani!